Fierit të nisur drejt Vlorës. Ndeshja luhet në orën 3:30 pas dreke dhe stadiumi nuk është i ndriçuar. Në ndeshjen e Auxerrit me Flamurtarin është i pranishëm edhe kryetari i bashkisë dhe njëkohësisht ministër Jean-Pierre Suosser. Ka ardhur për të mbështetur lojtarët, ndërsa si ministër ka sjellë një mesazh të Michel Roca për të vendosur marrëdhënie më të ngushta me Shqipërinë. Por për momentin marrëdhëniet duken si gjuajtja e topit. Një top që shfaqet rrëshqitës pasi bie shumë shi, diçka që thuhet se është e rrallë për Shqipërinë. Shqiptarët sulmojnë që pas goditjes së parë, çka nuk e huton portierin Bruno Martini dhe shokut e tij. Situata duket më e mirë në minutën e 8 me gjuajtjen e Mazolinit, hapjen e Matizi dhe goditjen e Kovac, që prek shkarazi shtyllën. Shqiptarët janë para publikut të tyre dhe sulmojnë. Në minutën e 15 Veliur shqetëson portierin Martini. Ndeshja është pothuajse e mbyllur për shkak të rezultatit 5-0 në Francë, por në minutën e 20 mbyllet përfundimisht me golin e Shifos. Rezultati 1-0 për Auxerrin. Lojtarët e ekipit Fierit luajnë mirë, luajnë fort, por ndryshimi mes dy ekipeve është krejt i qartë. Minuta e 31, sulmyën, goditje me kokë Vajru, e mbështetur nga një tjetër goditje me kokë Shifos. Topi kthehet mbrapsht? Jo, arbitri tregon pikën e mesit të fushës. Topi ka hyrë në kuadrat, pra 2-0. Reagimi shqiptarëve në minutën e 50 është një gjuajtje diagonale ansore, por që përfundon jashtë. Por janë lojtarët e Auxerrit që mbyllin ndeshjen. Kokart gjuan me kokë dhe Auxerri kualifikohet. Trajneri Liru është i kënaqur me ndeshjen dhe udhëtimin. Nuk na qellon të kemi gjithmonë kundërshtar të tillë. Ne i druheshim reagimit të tyre për shkak të humbjes së ndeshjes së parë. Ata do të përpiqeshin të shpëtonin nderin e tyre me këtë ndeshje, por nuk ja dolën. Çfarë mund të mësojnë lojtarët nga një ekip i tillë? Kemi zbuluar shumë gjëra. Zbuluam njerëz, zbuluam një lloj tjetër futbolli. Nuk është aq i fortë sa yni, por edhe pse